Shumë në aspektin e punësimit, në administratën publike, mendoj që aty duhet më shumë të ofrohet mundësi komunitetit të krijon institucionet pra e qëndrueshme, që në formë pak ka pas hezitim, ndoshta edhe trusni, tash problemi është e policisë sërbska që ajo do të jetë vazhdimsi në ndikimin e presidentit vendi fqinj Serbisë, pra Vučićit, edhe mendoj që këto duhet të shkputet ajo lidhje. Tash në legjislaturën e re, kjo s'po na shkon diçka smarrje me gjithë këto çfarë çka është për çdo kritikë, edhe për partitë politike, koalicionet, edhe ato sidomos për shtet, por edhe deputet që s'po funksionon krimi, gati tentative 8-9 po me radhë. Edhe kjo si bën derë vendit, në kuptim në një situatë çfarë jemi, edhe të aspekti e sigurisë globale, rajonale, po sidomos të Kosovës që është duhet kuptuar që nuk është e mirë. Mendoj që në këtë drejtim duhet shumë më shumë të bëhet për veriun e Kosovës kuptimin. Edhe mendoj që tash e kemi një reflektim pak më ndryshe në aspektin e përfaqësimit të komunitetit sërb, nga se nuk e kemi listën e sërbska me 10, po e kemi me 9,